Rrjetet sociale janë kthyer në pjesë të pandashme të jetës së përditshme, por krahas përfitimeve, ato po ngren gjithnjë më shumë shqetësime për ndikimin që kanë, veçanërisht tek fëmijët dhe të rinjt. Çfarë dëgjojmë? Nuk janë të mira për rinin kuptimin e saj, tash ashtu si jena rritna me moshën tonë, kalumen tonë, edukatën tonë. Kanë rrjete sociale, por është gjithmonë kujdesi i prindve në përdorimin e tyre. Kalojnë shumë orë në rrjetet sociale dhe fatkeqësisht jo vetëm adoleshentët, por edhe mohat më të rritura. Disa e shohin kufizimi si një hap të domosdoshëm për mbrojtjen e fëmijëve, ndërsa të tjerë mendojnë se problemi qëndron te mënyra se si përdoren rrjetet sociale. Do të ishte impakt për të përdorur sa pak të rrjetet sociale, sepse vërtet janë dëmshme. Kjo rinia sodit nuk ato kanë më si kena kanë në dikur. Mendoj që më mirë më marr me një edukat tjetër, me një stërvitje, me një ta në pa e me lonë telefonin, kishe me pas dëshirë, mos me pas telefon kërkush prej fëmijëve. Rrjetet sociale mbeten një realitet i pakthyeshëm i përditshmërisë sonë, përballë ndikimit gjithnjë më të madh që ato kanë, mbetet e hapur dilema mes rregullit, kontrollit dhe ndërgjegjësimit individual.